Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi në vazhdim të playlistës që trajton lëndën e edukatës dhe jemi në vazhdim të shpjegimit të librit Shkëlqimet e mirësisë. Tema që vjen menjëherë mbas hyrjes që ka bërë autori, e cila në vetvete është pjesë e hyrjes, titullohet Qëllimet dhe objektivat. Dhe autori thot: Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi al-mawsu'a nadhratu an-na'im fi makarimi akhlaq ar-rasul al-karim sallallahu alaihi wasallam al-ahdafu wat-tumuhat. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit. Kjo enciklopedi, shkëlqimi i mirësisë në fisnikërinë e moralit të dërguarit fisnik, qëllimet dhe objektivat. Më pas thot: Bi qalami Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn Miljih, muassis wa mudir am Dar al-Wasila lin-Nashri wat-Tawzi'. Nga pena e Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn Miljih, themelues dhe drejtor i përgjithshëm i shtëpisë botuese dhe të shpërndarjes El-Wasila. Pra ky është autori kryesor i librit. Elhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubaraka. Elhamdulillahi rabbil alamin. Elhamdulillahi alladhi an'ama alayna bi ni'matil islam wal iman wal ihsan. Falënderimi i takon Allahut me falënderim të shumt, të mirë dhe të bekuar. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve, i cili na begatoi me dhuratën e Islamit, imanit dhe ihsanit. Pra, Islamit që në shqip do të thotë dorëzim ose nënshtrim i vullnetshëm ndaj krijuesit të gjithësisë, iman që do të thotë kryesisht besim ose pranim i së vërtetës që ka ardhur prej Allahut dhe në kontekstin sheriatik përdoret si një nivel përkushtimi në fe më i lartë se sa Islami, dhe ihsani që zakonisht përkthehet me kuptimin bamirësi, që konsiderohet në sheriat një grad edhe më i lartë se imani, pra grada më e lartë e përjetimit të besimit dhe të adhurimeve. Më pas thot autori: Alhamdulillahi alladhi manna alayna bihadha al-fadl بهذا الفضل العظيم وشرفنا بالقيام بإعداد هذه الموسوعة التي بين أيدينا والتي استغرقنا في إعدادها 9 سنوات وجمعنا محتوياتها من أكثر من 1100 مصدر ويسر لنا الصحة والوقت والمال والإخوة الصالحين لإعانتها على إتمام هذا العمل. Falënderimi takon Allahut që na dhuroi këtë mirësi të madhe dhe na nderoi me përgatitjen e kësaj enciklopedie që kemi ndërduar. Përgatitja e së cilës na mori 9 vite dhe përmbajtjen e saj e mlodhëm nga më shumë se 1100 burime. Ai na e lehtësoi shëndetin, kohën, pasurinë dhe vëllezërit e devotshëm për të na ndihmuar në përfundimin e këtij punimi. Më pas thot: Elhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubaraka bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula fa huwa haqqu man dhukir wa haqqu man shukir wa haqqu man ubid wa haqqu man humid wa ajwadu man su'il wa akramu man qusid wa awsa'u man a'ta. Falënderimi takon Allahut me falënderim të shumt, të mirë dhe të bekuar, me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta. Ai është më i denjë që të përmendet, më i denjë që të lavdërohet, më i denjë që të adhurohet, më i denjë që të lavdërohet. Ai është më bujari
nga i cili kërkohet, më fisniku nga i cili synohet dhe më i gjeri në dhënje. Më pas thot: وبعد فهذه الموسوعة التي تتشرف بتقديمها للعالم الإسلامي وللعالم أجمع هي موسوعة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dhe më pas, kjo enciklopedi që kemi nderin të paraqesim botës islame dhe gjithë botës, është enciklopedia e moralit të profetit sallallahu alaihi wasallam, të cilin Allahu e dërgoi si mëshirë për mbar botët. Allahu i lartësuar thot: ne nuk të dërguam ty veçse si mëshirë për botët. Më pas thot: walamma kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Quran كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فإنها تصبح بذلك موسوعة الأخلاق الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم وكما تجسدت عمليا من خلال تطبيق متكامل في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته المطهرة. Me që morali i tij sallallahu alaihi wasallam ishte Kurani, ashtu siç ka dëshmuar për këtë nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha, kjo enciklopedi bëhet kështu një enciklopedi e moralit islam, ashtu siç u shpall në Kuranin fisnik dhe siç u mishërua praktikisht përmes një zbatimi të plot në personalitetin e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam dhe në traditën e tij të pastër. Më pas thot: فوصفه عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. Dhe me të vërtet, prandaj Allahu i madhëruar e përshkruaj atë duke thënë dhe me të vërtet ti je në një moral madhështor. والخلق هو ما يأخذ به الإنسان نفسه من الأدب حتى يصير كالخلقة فيه فسمي خلقا. ولهذا قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى فتعلموا من مأدبته. Morali është ajo me të cilën njeriu edukon veten me sjellje të hijshme, derisa ajo të bëhet pjesë e natyrës së tij, ndaj edhe quhet moral. Për këtë arsye, Abdullah ibn Mesudi ka thënë: ky Kur'an është sofër e Allahut të lartësuar, prandaj mësoni prej sofrës së tij. لقد شاء المولى أن أسمي هذه الموسوعة بهذا الاسم نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما يحدث التحلي بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم عامة والدعوة إلى الله تعالى بصفة خاصة من نظرة في الوجه يتجلى نورها على الإنسان فينشرح صدره وتطيب نفسه ويناله نصيب من دعائه صلى الله عليه وسلم. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها. Me vullnetin e të plot fuqishmit, kam vendosur që këtë enciklopedi ta quaj me këtë emër: Shkëlqimi i mirësisë në virtytet e moralit të të dërguarit fisnik sallallahu alaihi wasallam. Për shkak të ndikimit që ka zbukurimi me moralin e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam në përgjithësi dhe thirrja drejt Allahut të lartësuar në veçanti, në dhënien e një shkëlqimi në fytyrë, dritës së cilës shfaqet tek njeriu, ja hap gjoksin, ja pastron shpirtin dhe bën të përfitojë pjesë nga lutja e tij sallallahu alaihi wasallam. Allahu ja ndriçoft fytyrën atij njeriu që dëgjon fjalën time, e kupton, e ruan dhe e përcjell atë. Kur thotë e ruan ka për qëllim që e memorizon, ndërsa për sa i përket fjalisë së mësipërme, ka për qëllim autori të tregojë që nëse ne e zbukurojmë sjelljen tonë me virtytet e moralit të dërguarit sallallahu alaihi wasallam,
atëherë kjo na dhuron neve në vetvete si rezultat këtë shkëlqim të mirësisë që bëhet i dukshëm në fytyrë për ata që janë të vëmendshëm ta shikojnë. Kjo është për sa i përket kësaj bote, ndërsa në botën tjetër bëhet fjalë për një shkëlqim që mund të dallojnë të gjithë dhe për një lumturi të përjetshme e cila nuk ka më fund. Kjo gjë përmendet edhe në Kur'an, në surën Mutaffifin dhe gjithashtu përmendet edhe në hadithet profetike si ky që ne trajtuam. Më pas thot autori, po ashtu i dërguari sallallahu alaihi wasallam na ka urdhëruar për këtë edhe në hadithin tjetër ku ka thënë: përcillni prej meje qoftë edhe një ajet. Në arabisht kjo fjali është وقد أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر فقال بلغوا عني ولو آية. Më pas thot autori إن نظرة الوجه في الدنيا ليست وحدها هي غاية المسلم أو الداعية وإنما الغاية الأعظم هي التمتع بهذه النظرة في نعيم الآخرة أيضا. يقول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. Shkëlqimi i fytyrës në këtë botë nuk është i vetmi qëllimi i muslimanit apo i thirrësit në fe. Përkundrazi, qëllimi më i lartë është gëzimi i këtij shkëlqimi edhe në begatinë e botës tjetër. Allahu i lartësuar thot: "Të mirët janë në begati, mbështetur mbi kulltuqe duke soditur, në fytyrat e tyre dallohet shkëlqimi i mirësisë." Dhe më pas vazhdojmë përshkrimet e tjera të gjendjes së xhenetlinjve në xhennet. Më pas thot autori: من تأمل هذه الآيات الكريمة يتضح الارتباط بين البر وبين نظرة النعيم من حيث إن الأبرار هم الذين تعرف النظرة في وجوههم في جنة النعيم وقد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم البر بقوله البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. Nga meditimi i këtyre ajeteve fisnike bëhet e qartë lidhja ndërmjet mirësisë dhe shkëlqimit të mirësisë. Pasi të mirët janë ata në fytyrat e së cilëve dallohet ky shkëlqim në xhenetin e begatisë. I dërguari sallallahu alaihi wasallam e ka përkufizuar mirësinë duke thënë: mirësia është morali i bukur, ndërsa mëkati është ajo që të shqetëson në zemrën tënde dhe nuk dëshiron që njerëzit ta dinë, pra mendimet e këqija që i vijnë njeriu kryesisht prej shejtanit. فهي إذا موسوعة البر وموسوعة حسن الخلق في آن واحد إن هذا الخلق الحسن أو الخلق العظيم الذي كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم تجسيدا له لا بد أن يتحلى به كل مسلم يريد أن يحيا حياة متأسية بالرسول صلى الله عليه وسلم استجابة لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Kjo enciklopedi është pra një herazi, enciklopedi e mirësisë dhe enciklopedi e moralit të bukur. Ky moral i bukur apo ky moral madhështor, të cilin jeta e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam e mishëroi plotësisht, duhet domosdoshmërisht të jetë zbukurim për çdo musliman që dëshiron të jetojë një jetë duke marrë të dërguarin sallallahu alaihi wasallam si shembull. Në zbatim të fjalës së Allahut të lartësuar, me të vërtetë në të dërguarin e Allahut ju keni shembullin më të mirë për atë që shpreson Allahun dhe ditën e fundit dhe përmend Allahun shpesh. وبذلك تكون هذه الموسوعة أيضا موسوعة الحياة التي يبتغى بها وجه الله والدار الآخرة. إن الواجب على كل مسلم يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحلى بهذه الأخلاق الحميدة أن يتخلى عن الأخلاق السيئة فينتهي عما نهى الله عنه وعما
حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على تركه من ذميم الأخلاق وسوء الخصال. Kështu kjo enciklopedi bëhet gjithashtu enciklopedi e jetës, me të cilën synohet kënaqësia e Allahut dhe jeta e botës tjetër. Detyrë çdo muslimani që e merr të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam si shembull dhe zbukurohet me këto morale të lavdëruara, është të heqë dorë nga morali i keq, të largohet nga ajo që Allahu e ka ndaluar dhe nga ajo që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka nxitur të braktiset prej sjelljeve të shumtuara dhe cilësive të këqija. ومن هنا كان حرصنا على أن تتضمن هذه الموسوعة الأمرين معا، ما أمر به وما نهي عنه في الكتاب والسنة، لقوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Për këtë arsye kemi pasur kujdes që kjo enciklopedi të përfshijë të dyja aspektet së bashku, atë që është urdhëruar dhe atë që është ndaluar në librin e Allahut dhe në traditën profetike, sipas fjalës së tij të madhëruarit: çfarë t'ju japi i dërguari merreni dhe nga ajo që ju ndalon largohuni. Kjo ndër të tjera është argument që hadithet janë të detyrueshme për të marrë në konsiderat për nxjerrjen e diturisë fetare. Më pas, وما كان الأمر كذلك إلا لأن القلب أو النفس يتنازعها دائما وازع الخير من الله تعالى بما أودعه من فطرة وأمده من حفظ الملائكة، ووازع الشر من الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء. Kjo ndodh sepse zemra apo shpirti i njeriut gjithmonë tërhiqet mes dy nxitësve, nxitësit të së mirës nga Allahu i lartësuar përmes natyrës së pastër që ai ka vendosur dhe mbrojtjes së angjëve, dhe nxitësit të së keqes nga shejtani, epshi dhe shpirti që urdhëron për të keqen. Këtu autori na nxjerr në pa qartësisht faktin që njeriu në jetën e kësaj bote nuk ka në dorë asgjë më shumë se sa të bëjë disa zgjedhje. Pra çdo njeriu pa përjashtim, dhe atyre që zgjedhin të mirën dhe atyre që zgjedhin të keqen, i paraqiten të dyja alternativat, dhe e mira dhe e keqja. Dhe të dyja palët kanë ndikim nga secila prej tyre. Kanë një tërheqje drejt së mirës, kanë dhe një tërheqje drejt së keqes. Më pas e zgjedh vetë njeriu se cilën do të ndjeki në vazhdimsi. Më pas thot autori: "Walikay yatahalla al-insanu bil fadila فلا بد أن يتخلى عن الرذيلة ولكل جزاؤه العادل كما قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره." Që njeriu të zbukurohet me virtyt, duhet patjetër të heqë dorë nga vesi dhe secili do të ketë shpërblimin e tij të drejtë, ashtu siç thot Allahu i lartësuar: kush bën sa pesha e një grimce të mirë, do ta shikojë atë, dhe kush bën sa pesha e një grimce të keqe, do ta shikojë atë. Këtu mbaron dhe kjo pjesë e hyrjes që ka trajtuar autori. I rikujtojmë shikuesit të na ndihmojnë me nga një subscribe, like edhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilayk.